mbajtur në Tiranë, Xhador Chopin, konkursi I parë pianistik rinor ndërkombëtar në Shqipëri. Nisma erdhi me rastin e 215 vjetorit të lindjes së Frédéric Chopin dhe 30 vjetorit të shoqatës Frédéric Chopin të Shqipërisë. Ideatori I nismës, profesor Zhani Ciko, vlerësoi pjesëmarrësit duke cilësuar konkursin edhe si konsolidim të shkollës shqiptare të pianos. Janë të gjithë pjesëmarrës dhe fitues të konkurseve të ndryshme, jo vetëm Chopinit, por edhe të tjera, dhe me një mirë kuptim të jashtëzakonshëm. Sigurisht e shenjtë ka qenë një gjë, që asnjëri prej tyre nuk ka votuar për nxënësat e tyre, ka pasur dhe nxënësat e tyre, po ato nuk kanë marrë pjesë. Dhe të gjitha kjo është pjesë e një dashamirësie të përgjithshme. Në konkurs morën pjesë mosha nga 10 deri në 26 vjeç të ndarë në 3 kategori. Pjesëmarrësit interpretuan vepra nga Chopin dhe kompozitorë të tjerë, si dhe vepra të kompozitorëve shqiptar. Artistët e rinj patën mundësi të ballafaqohen me kultura të ndryshme dhe talente nga vende të ndryshme të botës.